po sikur dhurata më e madhe të mos kushtoj asgjë. Zbuloni ndikimin e thellë të lidhjes së thjesht njerëzore. Çdo mëngjes, një djalë i vogël përshëndeste një burr të pastrej me një selam aleikum të ngrohtë dhe një buzëqeshje. Ai nuk kishte para për të ofruar, vetëm respekt të sinqert dhe një fjalë të mirë. Ky gjest i vogël u shndërrua në një ritual të heshtur dhe të fuqishëm. Një ditë, burri tha: "Fjalët e tua janë më të vlefshme se çdo monedë. Më kujtojnë se jam ende njeri." Zbulesa e tij e sinqertë nënvizoi vlerën e jashtëzakonshme të njohjes dhe dinjitetit, të cilat shpesh anashkalohen në jetën tonë të ngarkuar. Kjo histori na kujton se respekti dhe një përshëndetje e thjeshtë janë dhurata të paçmuara. Ato nuk kushtojnë asgjë, por ofrojnë vlerë të pamatshme, duke pohuar humanitetin tek secili. Le të frymëzoj kjo. Kontakto sot me një fjalë të mirë ose një buzëqeshje të sinqertë. Ndani këtë mesazh për të përhapur fuqinë e lidhjes njerëzore dhe për të bërë një ndryshim në ditën e dikujt.